është shumë pozitive që këtu vjen një komision fakt mbledhës. Në që do viti mbledh faktet, jo që i kanë gjithë. Si do ato fakte, ne i dim gjithë më preç. Prit. Është shumë mirë, sepse këtu duhet një gjë të bëhet një herë e mirë gjithçka. Bëhet një herë e mirë kjo lloj transparence që lidhet qoftë me shumë aspekte që kanë lidhje me zgjedhjet jashtë standardeve në Shqipëri dhe me manipulim zgjedhjeve, qoftë në aspektin tjetër që opozita gjithmonë përdor një sasi manipulimesh për të frenu diskutimin brenda saj për shkaqet e brendshme, do të fokusohet pafundësisht të këto shkaqet e jashtme dhe eviton një diskutim që është jetik për shkaqet e brendshme subjektive që lidhet me vetë parti. Tani, unë do them këtë gjë. Nuk shkojnë në thelb, edhe në analizat që bëjnë, edhe nga pala opozitës, këtu ka manipulimet janë ndërzgjedhore në Shqipëri. Dhe me thënë zhvillohen nga zgjedhje në zgjedhje, partia socialiste përgatitet nga zgjedhje në zgjedhje me mënyrën e vetë, dhe ajo që unë e quj një gjë nga më të rëndët është ai regjistri që kanë ata. Që unë e kam qujt në ato analizat e mia, një lloj rrethimi i një numri zgjedhësh që i përgjigjet, si më thënë, objektivit tyre për të fitu, numri i cili menaxhohet pothuajse nominalisht, si jemi vend i vogël, përmes instrumenteve të pushtetit lokal, qendror etj. Ky grupim i madh, zgjedhësish 750.000 afërsisht, 750.000, menaxhohet nominalisht dhe kjo e bën pothuajse pa shpresë rotacionin. Nga ana tjetër kemi Partinë Demokratike, e cila zvoglohet. Nuk është problemi se rritet PS-ja, ose PS-ja merr vota, bile në këto zgjedhje, PS-ja është zvogluar dhe vetë. Duhet ju them një gjë që, për sa u përket raporteve, unë kam parasysh dhe raportin vitit 2021. Bile e kam krahasuar me këto që kanë dalë deri tani, që akoma s'ka dalë raporti përfundimtar i OSBE-ut, që është raporti më i plot, ai është me 45-50 faqe, i cili i adreson gjetjet, i konkretizon, nuk flet me konsiderata. Deri tani kemi raporte që bëjnë konsiderata. Janë paraprake gjitha, por nuk kemi akoma adresim. Qoftë edhe në këto që gjendën nga ju. Adresimi është përmirësime. Jo, të adresosh manipulim dhe thot që ky që po e kena në video, ky ka këtë emër, ky qohet në SPAK i herë. Komisionerët aty qohet në SPAK. Nuk marrën kështu në nivel propagandistik, se ajo nuk ka sens. Por du të them këtë gjë që raporti OSBE-ut dhe Hotirit 2021, me sa kam pa deri tani, por nuk, si më thënë, po ngutën bëj krahasim pa dalë dhe përfundimtari i OSBE-s, po është raport më i keq, po them. Ka më shumë vërejtje. Përfundimtari, para praku, është më i keq. Krahasuar para praku. Ai raport ka qenë raport që ka dhe më shumë se sa kam dëgjuar deri tani unë. Po sepse ti ke dëgjuar vetëm para prakun. Po të krahasosh para prakun në Odirit 2021 me para prakun 2025, i 2025-s është shumë i rëndë. Tani tek përfundimtari do futen gjithë elementët. Po them që raporti përfundimtar, se du të them një gjë tjetër. Raporti përfundimtar i zgjedhjeve të 2021 i adreson sakt gjitha problemet që kishte procesi zgjedhor në atë kohë. Sakt. Ka dhënë rekomandime, sepse ata nuk i kanë kontestu zgjedhjet, nuk i kanë etiketu si pa ligjshme, si më thënë. Por kanë gjetë shumë vërejtje. Megjithse, pra, bile në atë raport është denoncuar dhe ky denoncimi i 900.000 shtetësve, i patronazhistëve që kanë publikuar dhënat e 9.000 shtetësve, që është një shkelje shumë e rëndë, që nuk e shohim tani. Sa është vazhdimësi, nuk... Megjithatë, shiko, përmendet në çdo raport, pra jemi paka shumë jemi në të njëjtën histori, por ajo që nuk jemi në të njëjtën histori është kjo që në 2021 partia opozita në Shqipëri me gjithë këto manipulime, bonuse, janë nënvizu bonuset elektorale në atë kohë, jo për tërmetin, punësime elektorale, që nuk i kam pak sa radhë, më thëmë drejtë. Se s'ka dalë raport, do dali, deri tani. Megjithatë, opozita e vitit 2021 është vetëm 37.000 vota larg Partisë Socialiste. Opozita e 2025-s është
mbi 250.000 vota larg Partisë Socialiste. Po themi që është e njëjta situatë. Pra ka një problem të madh këtu që nuk e gjen shpjegimin thjesht tek manipulimet zgjedhore. Unë, për veten time, jam shumë i angazhuar kundër manipulimeve. Do të 3 vite, se ne s'mund ta fshim atë. Si? Edhe atë që u bënda e opozitës për 3 vite resht. Jo, shiko. Se goditja që u bënda e opozitës do kalon të pashenja. Opozita ja ka bërë vetës atë, se opozita ishte. Ata që e kanë projektu që duhet kështu, duhet marrin përgjithësi. Sepse ne këtu ka pas zëra dhe ka prap, ka pas në kohë reale që kanë bërë apele që, shiko, mos e prishni këtë gjë, gjeni një rrugë tjetër, mos e prishni këtë gjë, sepse për 4 vjetë, opozita jo do rekuperon të 37.000 vota, por në bindjen time, ka qenë që opozita të shkon dhe 7-8 pikë për para. Kurse rezultati i zgjedhjeve 2025 ishte i skontuar 6 kompani serioze në vendet nga ku janë, e kanë parashikuar humbjen relativisht thellë Partisë Demokratike. Partia Socialiste ka marrë 3 mandate më shumë se sa parashikime. Dhe këtu mund të diskutojmë se çka ka ndodhur. Por rezultati në tërësi, si një fitore bindëse e qeverisë dhe humbje relativisht e thellë dhe opozitës, kjo është parashikuar dhe nga sondazhet. Pra nuk ka pas enigma që do ndodhë zgjedhjen në Shqipëri. Tani, sigurisht që Partia Demokratike opozita bën mirë që fokusohet domethënë tek element të manipulimeve zgjedhore. Për mua, problemi më i madh, zoti Ylli, si një njohës i proceseve zgjedhore në Shqipëri dhe i qëndrimeve, sepse unë i njoh edhe qëndrimet, ka pas raste kur OSBE-ja, Evropa nuk kanë njohur zgjedhjet këtu, kanë thënë shprehje të rënda që vullneti i popullit shqiptar nuk u shpreh. Por ajo ndaloi së... Po themi gjë, ka pas që është imponuar zgjedhja presidentit konsensual, sepse Evropa, me fakti që paraqiti Partia Demokratike, u bind se këta kanë një mazhorancë të thjesht për qeverisur, po nuk kanë një mazhorancë për zgjedh presidentin vetë, të cilësuar. Pra, ndërkombëtarët, SBA-ja, Evropa, gjithnjë kanë bërë qëndrime, domethënë, relativisht të drejta. Qartë spreq. Se, domethënë, të shkëmbejmë kështu edhe me zonjën Xhulali, nga që ne shpesh e bëjmë këtë llojin e analizës këtu, e bëjmë edhe me këta përfaqësues të Partisë Demokratike, por kemi mbetur në një pikë. Pra, të të thoshë, e mbylla se më ndërprerë, dhe ta them të funit, problemi madhor, sepse besoj se e nderon dhe këtë emision, jo vetëm ne që jemi këtu. Tu ka e problem madhor, që meriton vërtet, jo vetëm vëmendje, po angazhim, se o duhet zgjidhet kjo, ose këtu s'ka më zgjidhje, që është barazia e zgjidhje. Të kjo është sinteza e problematikës që kanë zgjidhje në Shqipëri. Pa barazia zgjidhje. Zgjidhjet, për definicion, janë të lira, drejtet, barabarta. Në qoftë se një nga këto 3 element bie, zgjedhjet praktikisht invalidohen. Kështu që këtu duhet fokusuar. Dhe e dyta është përdorimi i parave. Gara e pa barabartë dhe raporti këtë ka bërë. Pabarazia është në disa nivele. Sepse do vinë ta konkretizojmë, nuk ka kohë. Dhe e dyta dhe e fundit, këtu përdorimi i parave tani, mos bëjmë sikur s'kuptojmë. Këtu nuk blen vota vetëm ai që s'ka lek. Ta themi të vërtet. Këtu, ata që s'kan, nuk u shkon mendja, këtu është ligjeru de facto kjo. Dhe këtu ne do shikojmë në vimësi që do hynë vetëm njërë që kanë lek. Jo ligjeruar de facto, është bërë kusht, po nuk pagove, nuk... Tani, këto janë 2 problemet e mëdha që i nxjerrin zgjedhjet shqiptare në një dritë keqe, por kjo nuk është një justifikim. Dhe do shikoni, do vi edhe komisioni fakt, në mbajeni mend nga unë. Do i mbledhin fakte. Dhe faktet duhet ballafaqohen me palën tjetër, se shkollaj me polë nga një tribun, bë me kisht, ti, shqyqyr që vjen palë e tretë, që ti ballafaqoj me partitë e tjera, se ka dhe parti opozitare këtu që ju në marrë më shumë vota aty në sa kuptova. Të bim dakord me komisionin fakt mbledhës.
Mbaron Komisioni Faktmbledhjes. Adresohen Talem që kur të vija e kohë presh. Po, këtu dhemi. Po, adresohen disa rekomandime, angazhohet opozita, sepse opozita nuk angazhohet për rekomandimet. U kujtu vetëm për 2 gjëra kur erdhi Komisioni Zgjedhor. Gjithë ato të tjera të vitit 2021 ngelen jetim. Nuk u adresuan, sepse opozita në Komisionin për reformën zgjedhore mbajti ato qëndrime që mbajti. Që sta njeni në opozitën parlament? Duhet them, shiko. Duhet angazhuar? Po duhesh të kërkosh, dhe më thënë, justifikime gjenë bollë. Po, disa fakte... Disa që duhet angazhuar, disa fakte madhore janë të tilla, që tregojnë se kjo opozit nuk kishte përgatit për të përballur me qeverinë, nuk kishte objektiv për të fituar zgjedhjet, pavarësisht se me fjalë thonë ato. Domethënë, atë objektiv që kishte realizoi, që një grup njerëzish aty, shumica të cilëve ishin në listat e mbyllura, u konfortuan, bile u mbrojtën edhe nga vota prej Partisë Demokratike. Pra nuk u morë vesh më sa vota marrin ata. Qa presin? Qa pret një opozit do të bëjë diferencën duke prodhuar zgjidhje që e galvanizojnë dhe sensibilizojnë dhe motivojnë njerëzit. Zgjidhja që dha opozita ishte e tillë që me rinovu një 45 rroga qa asgjë. Në këtë sens unë them që po fokusimi tek problematika zgjedhore, por jam partizani një analize të thellë në Partinë Demokratike, mundësisht analizë që të bëhet jo në një grup të ngushtë njerëzish, në një grup të gjerë njerëzish, që njerëzit të klasin. Për shembull që e thot në shkrim, ja botoj dhe unë, shkoj në shkrim, ja botojnë shumë, por nuk e thot këtu tani. Ka dhe mund në vend preqit. Si? është se ti se ke ndorë, po unë e shtoj dhe për ta. Shkrim që a them? Ja them në shkrim, po sa the këtu. Një jetë tani do të them unë që preqi bënde shkrim të rëndësishëm. Po e them dhe këtu. Por nuk po e thot. Po më ta them unë se ti të bëre një analizë, domethënë që popullata dhe flet tani preqi edhe temperaturë e lartë. Po. Ti nuk thua që ore në statut të shkruar që Sali Berisha automatikisht bie dhe nuk zgjidhet me. Kjo si zgjidhet tani? Saliu bën këtë. Do vërtetohet, pra do vërtetohet që janë vjetër votat dhe nuk bie. Jo, një minutë. Saliu ka këtë që. Ai e kanë në statut këta që kur shpallet rezultati nga KQZ-ja. KQZ-ja po pret ankimimet. Saliu mund të ashtyje pra, po momenti i përballjes në të vërtetën nuk mund shmangë, se pastaj duhet mbledh 5.000 veta aty ta shpenzojë ligjin. Sepse ai e ka vu me dorën e vet atë ligj. Po. Pra do i mbledhja ato, të thotë ta shfuqizojmë këtë, do avem që kryetari i Partisë Demokratike i jep dorëheqjen vetëm kur i mushet mendje që zgjedhjet, ky është një proces i rëndësishëm. Bëjmë një konsiderat përgjithshme një herë, nëse u dhanë edhe disa shifra. Pretim paraqet Aslanin kur temune fotni. Rinumrimi vazhdon. Është një drejtë ligjore, kanë kërkuar ata që kanë drejtë ta kërkojnë, ato po hapen, po numërohen, por është një proces transparent në vështrimin e përgjithshëm publikut. Deri tani do kishte, domethënë, do ishte një skandal ose do kishte dalë një gjë e madhe nëse do kishte ndryshim të mandateve. Kjo do përbënte një lajm, do ishte një gjë e rëndë që nga rinumrimi del që deri tani u dhanë këtu del e qartë se është, si më thënë, po ta theme me një fjalë popullore, është mbar smale dhe ka pjell 1.000. Nga gjithë kjo zhurmë. Mi vogël se mi u duket. Shiko, themi një gjë. Numërimi në Shqipëri, zoti Rakipi, është një torturë. Kanë lënë fuqi një sistem, një mënyrë numërimi që torturon një herë në 2 vjetë, me dhjetra, me qindra, mijëra komisionerë. Shnjerëzor. Shnjerëzor e thotë... Ja, po e thënë, është torturë, shnjerëzor, jemi paka shumë sinonime. Këtu, kjo ka pas sens kur ndërhyrin e për ca fshatat largë, dhe tani që kudo ka celular, kudo ka kamera, në gjdo, s'ka ma fshatra, votohet në qytete, dhe vazhdojnë prapë numrimi përqëndruar, që zgjatë. Unë, me qenë se mi e për rasti, dua të shpreh një falendërim të madh aty në numruzve heroik, që kanë bo kaq pak gabime, kaq pak për mendimin tim, sepse këtu rezulton që edhe votat që janë, me thënë, trafikuar, po që unë, më shumë se sa vjellë, janë më në allojt, apo jo? Po në allojt do jenë, se s'mund t'jenë ndryshe.
Votat e trafikuara Përgjithsisht me janë përndalluar sepse komisioneri PD-s do numëroj votat e PD-s. Rregull, po, dakord. Aty do Por edhe ato që por ndodh kur humb interesi, pra aty kur kanë filluar të numërohen kandidatët, ka humbur interesi për gjithçka. edhe votat Partisë Demokratike janë shtuar, thatë ju, 300 e sa votat. Partisë Socialiste... Këto 300 votat, pra do i qenë vlefshë, do i qenë pa vlefshë. Ose ju janë marrë partive të vogla, por si përfundim kanë shkuar partive të vogla. To janë në kufit e gabimeve njerëzore, por aty ku ka komisioner, sepse nuk mund të flasim në hava, aty ku ka ndodhë vërtet një gjë që është në kufit e veprës penale, apo është vepër penale, ai duhet thuhet me emër. Nuk ka kështu përgjithësi, nuk kupton kush gjë që ju vodhen votat, su vodhen votat, po numërohen, po rinumërohen. Ndoshta edhe do rinumërohen, se këtë punë ka këtu. Bravo. Për së ditu ati? Jo, po them unë, këtu ka pas zgjidhje dhe, dhe me thënë, klasa politike, mendimi politik duhet kërkoj zgjidhje këtu, do të shkohet o të votimi, si që bën gjithë bota në gjithë qendër votimi, ose të votimi elektronik. Kam besim palët... Po e votimi elektronik. Votimi elektronik. Ky është problem madhor, që lidhet me rinumërimin. Deri tani, që të themi, le të vazhdojnë deri në fund, ka dhe shumë prapë, do shohim dur.